I braktisur nga të gjithë dhe i pashoqëruar nga asnjë familjar, 80 vjeçari Shefit Rrapaj, autori vrasjes së bashkëshortes së tij, Dashurie Rrapaj, 75 vjeçe, 2 ditë më parë në Kuman të Roskovecit, është përcjell në banesën e fundit nga punonjësit e shërbimeve komunale të Bashkisë Roskovec. Sipas drejtorit të ndërmarrjes së shërbimeve publike pranë kësaj bashkie Arben Duka, negociatat e policisë me familjarët për të tërhequr trupin nuk dhanë asnjë rezultat. Ndaj në bazë të ligjit, ceremonia martore u krye nga bashkia. Pas ngjarjes së rënd që ndodhi, ka ndërhyr policia dhe të dy tropat e të njerëve janë shoqëruar për morgun e spitalit në zbatim të ligjit. Dje është organizuar ceremonia e varrimit për të njerën, ku familjarët të shkuan e trohoqën trupin nga morgu i spitalit dhe bën ceremoninë e varrimit. Zonja Ndjesket është varros në fshatin e Vendidis, fshatin e Lambres, ndërsa të njerin është detyruar që bashkia të kryejë varrimin për arsye se pas shumë negociatave që bëri policia me familjar për ta tërhequr trupin dhe për të organizuar ceremoninë e varrimit, nuk u gjet gjuha. Ne jemi njoftuar nga policia që duhet të veprojë bashkia komunale, bashkia për të kryer varrimin. Jemi detyruar të bëjmë organizimin dhe kemi shkuar me shoqëritë të licencuar për transportin nga morgu për në Varreze. Është kryer varrimi nga ndërmarrja përkatës, pa prezencën e asnjë nga familjarët. Ndërkohë që Dashurie Rrapaj u përcoll në banesën e fundit në fshatin Allambreas të Beratit, bashkëshorti i vrasës u braktis nga të gjithë pa asnjë lotë asnjë lule në varrin e tij.